Në disa klasë të gjimnazit e Qrem Qabej në Prishtinë, që u ndërtuar rreth 11 vjet më parë, ambientet nuk i ngrohin as klimat, nga se aty i ftahti depërton nga dritaret që nuk mbyllen tërësisht. Në këtë objekt, mësimet aktualisht i ndjekin nxënës të klasave nga e 6-ta në të 9-tën të shkollave Nazim Gafuri e shkolla e Gjelbër, e në të cilat zhvillohet mësimi tërditor. Për këtë gjendje, ankesa kanë shprehur prindërit. Enver Beqiri, që është edhe drejtori i Këshillit të Prindërve në shkollën e Gjelbër, thotë se problemet e kësaj natyre kanë qenë shkaku përse që nga fillimi është kundërshtuar vendosja e nxënësve në këtë shkollë. Na si prind, kur u fol, kur u diskutu që ka më ardhë klasë 6-9 në këtë objekt, e kena kundërshtu. Fuqishëm, kena pas reagime, kena pas takime me ish drejtoreshën. Na u ka premtu që ka më investu, para se më fillum mësimi gjithë ditor këto. Na u premtu. Na ka thonë që asë një ditë nuk ka më mojnë mësimi pa u renovu shkolla, që ka më konë pika kryesore për më zhvillu mësimi në shkollë. Nuk u ndërmor kur gjaheq. A i thot se për ta minimizuar problemin me ngrohje, e ka bler vet një klim për klasën në të cilën i vijon mësimet fëmija i tij. E thekson se njëjtë kanë vepruar edhe disa prindër të tjerë. Ky objekt nuk i përmbush kushtet elementare për mbajtjen e mësimit për klasë 6-9. Fakti se nuk ka dritare, janë dritare cilat janë përdorë në një objekt tjetër edhe jën hek edhe në ordin vendos në objektin e kësaj shkolle kur ndërtu kjo shkollë. Ka vërima në për to, ka lënë drita në për to, ka lënë fryma në për to, gjitha janë dritare të cilat nuk i plotësojnë kushtet minimale për mbajtjen e procesit mësimor. Disa prind kanë investu, kanë ble klima, kanë ble mjete për me ngëro. Drejtoria e shkollës ka bërë përpjekje maksimale për me ngëro. Investimin e prindërve e konfirmoi edhe drejtori i shkollës së Gjelbër, Besart Ismaili. Ai thotë se në këtë shkollë janë bërë renovime, por se komuna e Prishtinës nuk e ka realizuar premtimin për ndërrimin e dritareve. Nga viti i kaluar, na kanë thënë na është premtuar që duhet mu transferu, i kanë ditë metat e objektit, edhe janë të njohura ato problemet për dekan edhe më herët, nuk ka pas masa sa i përket të dritareve, pikërisht që nuk ka pas ndonjë kontratë për dritare. Koha prej 2 ditësh i ka adresuar pyetje komunës së Prishtinës lidhur me mos realizimin e investimeve për ndërrimin e dritareve në këtë shkollë, por se nuk ka marrë përgjigje.